Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu at-taslima ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allah xhalla wa ala falenderojm dhe vetëm për ndihmën dhe falje kërkojm. Paqja, bekimet dhe lavdata Allah qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe zënëruar në pjesën e parë të kësaj ligjërate, patëm rastin që të marrim emrin e Allahut El Muhsin dhe përmendëm disa prej kuptimeve të këtij emri dhe gjithashtu sqaruam disa prej reflektimeve dhe ndikimeve të këtij emri në jetën tonë të përditshme. Dhe para për kësaj është njohja qoftë edhe përgjithshme, qoftë edhe globale e këtij emri në jetën e përditshme të njerëzve. Si Allahu xhallahu ala na bën mirë neve. Dhe njohja e kësaj bamirësie, padyshim se me lejen e Allahut azza do të prodhon një turp i cili do të na shtyjë përpara që të jemi mirënjohës Allahut azza ta falenderojmë dhe gjithashtu të krahas saj edhe të shton veprat tona të mira dhe krahas timit të shton cilëtetin dhe cilësinë e këtyre veprave. Andaj gjitha këto janë të renditura në kuadër të kësaj njohjeje që falem më herët për te. Ishëm duke shtjelluar atë prezentimin e ilustruar, kështu kushtimisht po e them, të atij dietari për t'i pas më afër, më pranë vetes tonë, mirësitë dhe begatitë e Allahu xhallahu ala ndaj neve. Andaj filluam nga shërimi i trungut, pastaj nga shërimi i rrënjve, pastaj trungut dhe kemi ardhur tek pjesa përmbyllëse, tek pjesa plotësuese e këtyre begative. Është interesant kategorizimi i begative që e bëjnë dietarët. Nga se ne kemi përballë begative të Allahu xhallahu ala dhe përballë mirësive të Allahu xhallahu ala kemi shumë defekte, por mendoj se dy defekte janë kryesore. Defekti i parë, ne nuk i njohim sa duhet apo nuk i kujtojmë si duhet begatitë dhe mirësitë të Allahut ndaj neve, dhe e dyta nuk dimë t'i klasifikojmë si duhet. Andaj mund ta kemi ndonjë begati që është zavendësim për 100 tjera. Dhe gjithashtu mund ta kemi këtë begati edhe 96 tjera, mungesa e 3 ose 4 tjerave bën që mos ta shijojmë ëmbëlsinë e këtë pjesë së mbetur të begative. Dhe kjo është ajo që njeriu e bën ignorant, që e bën të padrejt, që e bën të gutshëm, që e bën do të jetë i zhytur në vese të këqija që shpesh herë e shkputin nga Zoti xhalla xhelaluhu. Andaj njohja e mirësive të Allahu xhallahu ala është edhe një litar që lidhemi dhe kapemi fuqimisht me Zotin xhalla xhelaluhu. Andaj tek rënd tek baza përmendëm se dietar kanë përmendur ato që kanë bërë me krijimin. Dhe kjo është baza padyshim, nga se çfarë begatie do të na bën të nderë po të mos ishim ne. Asnjë, do të më qenë. Prandaj jemi dhe kjo është zanafilla e të gjitha mirësive dhe begative. Po nuk është kjo krejt. Kjo është një nisje. Trungu i këtyre begative është, do të thotë ajo që e përmendëm, që ka të bëjë me raport me Allahun xhallahu ala. Lidhje me Allahun te bareke ve teala. Islami, Kurani, Suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët umet i tij e kështu me radhë, ato që i përmendëm. Dhe tash ka ardhur koha tek mirësitë plotësuese. Kur them plotësuese nuk kam përmendë në çmu këto, po në krahasim me të parat janë plotësim. Nuk kanë, kur themi plotësim do nuk kanë vendimtare. Dhe në atë fotografinë e ilustruar të begative e kemi letë të dimë se çka është vendimtar atëherë atë. Një kuptim të qenë vendimtar është rënja. Apo? Po nuk është në tërësi vendimtare. Vendimtare në tërë këtë është trungu. Po t'i dhonë kuptim krejt fotografisë. Në qoftë se trungu nuk është, kur fa kuptimi s'ka fotografia. Thashë se mbetet një cung, apo i pa kuptimt dhe i pa shfrytzuar. Prandaj në trung e keni pa dietar çfarë begati ka vendosur. E tash në raport me bazën, në raport me trungun, pjesa e mbetur është vërtet mbetet plotësuese. Për ne është shumë e rëndësishme. Për ne vendimtare shpesh herë, por në kuadrat e tërësisë së mirësive është plotësuese. Dhe këtu i kam përmend ky pediatore 4 shtylla. E para i pat sa 3, e dyta i pat 6
tash i kemi 4. 4 shtylla të pjesës plotësuese të njohjes së mirësive të Allahu xhallahu ndaj neve. Shtylla e parë që e ka përmend dietarët është se të ka krijuar në formë më të përsosur. Domthonë nuk të mungon dora, nuk të mungon, nuk të ka krijuar me tmeta, nuk të ka krijuar, domethënë të gjymtuar e kështu me radhë. Dhe kjo është begati që duhet ta njohim dhe Allahu xhallahu mirësi e Allahu xhallahu ndaj neve. Megjithatë, nëse dikush është me tmeta dhe e ka islamin, kjo është i plot, kuptim se e ka. Ana këto janë plotësuese. Prandaj nuk nënçmohet njëri për shkak të pamjes së fizike. Por megjithatë, është një begati Allahu xhallahu ala nëse nuk të ka sprovuar me deformim fizik në aspektin e jashtëm që Allahu xhallahu ala të ka mësuar të jesh i plot, të kesh duar, të kesh këmbë, të kesh sy, të kesh veshët, të kesh ato aspekte plotësuese të pamjes tënde të jashtme. Edhe në këtë ka shumë begati. Sesën për këtyre me e marë, sa ka begati. Unë dje pa të mrasim me disa vëzër me nejtë dhe thash që disa djetare kam përmen të thjesht qethja flagëve, që është begatia jashtme, që Allah të ka begatu me te. Apo, kam përmen djetarët se paramenda për shembull fijet e flagëve të kenë nerva. E shdash me anestezian me shku mu qethë. Nëse veç me të prejkë është katastrofë. Apo, ke dhimbja atash me madhe. Është paramenda njëri mi rrit flagë çdo 2 javë ditë, çdo 3 javë ditë, edhe me pas nevojë çdo 3 javë ditë me shku me marrë anestezian, me pi, pastaj me ja qeth flagë tani me çpi, me qysh shpat nika. Kjo qysh shkon jeta njëri këtu. A shikoj këtu e ka bëma. Dhe kjo është një shembull i thjeshtë shumë, për shumë të që ti mund të meditu. Ta ka mundsu ksyn, ta ka mundsu këtë, ta ka mundsu atë. Kjo çysh punon, çysh vepron kjo. Kjo është vërtet, është begati plotësuese, por është mirësi plotësuese në krahasim me pjesën e mbetur të begative, por megjithatë është një mirësi e madhe që Allahu xhallahu ka nderuar. Ka nderuar, nga se ju e dini se ata 3 persona tek Beni Israilit që Allahu xhallahu i ka sprovu, njërin e ka sprovu me lëkur, me smunje lëkurës. Andaj për te ka qenë kjo pengesa kryesore për të kënaqur edhe me begatitë e mbetura. Andaj ka kërkuar kon çka don ti pe Zoti, ka thonë më veç me mjek që smuj më ik. Nëse din me kon nga njëra sprov që me të vërtet të pengon shfrytëzimin e gjitha begative tjera. Andaj a njohim edhe këtë mirësi të Allahu xhallahu ndaj neve, që thjesht vallai pa asnjë ndikim pe askujt dhe pa asnjë obligim të marr mbi vete të ka bëu mirë. Ti ka fal të gjitha, kur gjë s'ke pas atë. Këtë çka ki pe durve, pe syve që po shatash, këtë mirësi Allahut azza xal. Madje në këtë moment që ti po më shëm mua dhe po më dëgjon, Allahu po dhe me ty mirësinë e shikimit të dëgjimit, apo? Nëse nuk është kjo instaluar një herë, ti konon syt me pa gjithë kimë po, jo se kanë që kanë pa 20 vjet tani shohin mua ato. Kjo di mund ndërpej, kjo di mundal. Kjo furnizohet vazhdimisht me diçka që mundson vazhdimsinë e shfrytëzimit. Sigurisht do ta marrim tek emri Allah el-Muqit. Furnizimi i vazhdueshëm. Ushqimi i vazhdueshëm që Allah xhallahu dërgon tek çdo kush për të vazhduar funksionaliteti i mirësive dhe i begative. Gjithashtu për mirësive tash të fazës plotësuese është ta ka përmirësuar gjendjen. Gjendjen në çfarë lloj aspekti? Gjendjen familjare, gjendjen ekonomike. Dikush thot po, jo gjithkujt. Gjithkujt ka punuar gjendjen ekonomike, se gjithmonë ka dikush më keq se dikush. Apo nuk ka mundësi me gjetë një fukara e mëndon që kjo është fukara më i madh në botë. Nëse 100% gjon të ky diçka çka s'ka të dikush tjetër. Në gjithkujt Allahu xhallahu ala me një aspekt i ka bëu mirë. Normalisht dallon sasia, por nuk mungon prezenca e kësaj mirësie. A ka njëri në botë që Allahu xhallahu ala si ka jap kurrë për rrezikut vet? S'ka kësaj njëri Allah. Nuk ka, madje ka lidh dhe ka kurzu. Domethënë ardhi ti me rrezikun e vet. Çdo njeri i cili në këtë botë vjen, apo para se mon këtë botë, çka ndodh në barkun e nënës ti? I shënon këto gjëra, një pyetje në rrezikut i tij. Ti e ke caktuar. Nuk ka mundësi me cilë në ekzistencë, me të lënë pa kujdes, ja. Ta sakton në bark nënës sa ki mongë dhe ki me pi. Andaj,
rregullimi i kësaj gjendje, a nuk është mirësia e Allahut azza xal? Që duhet besimtar me shty ka mirënjohje nga falërimi ndaj Allahut xhallahu ala, nga përmirësimi i ibadeteve, për shkak të mirave të shumta që Allahu na jep. E mos flasim për gjendjen tonë, që krahasim me gjendën e pejgamberit sa gjendën e ashabëve, ti gjendën e shumë njerëzve, vallahi është nis pe luks të ditë super lukse. Nis pe luks të ditë super lukse apo. Për mirësive të ndryshme të begative të Allahut që i shfrytëzojmë nga ushqimet e mira, nga pijet e ndryshme, nga teshtë e lloj-llojshme që i veshëm kështu me radhë, nga shumë begati që Allahu xhallahu ala na ka dhëruar, na ka begatuar me të. Pastaj gjithashtu mirësia e Allahut ndaj neve në këtë kategorinë plotësuese është gjithashtu se na ka jap të afërt njerëz, miq, shok apo axhallar, dajallar, na ka jap njerëz që kënaqemi të nejt me ta, ty vizitu, dikush më shumë, dikush më tepër, po e ki një përkrahje, ki një fuqi, të ka jap vëllezër, të ka jap motra, të ka jap fëmijë të mirë, të ka jap shok të mirë, asaj është begati dhe mirësi. Krejt me i pas, veç i vetëm me kon problem botave. Vet njëri me kon, veç vet. S'ka kërkon hiç. Është i huaj nga çdo aspekt. Asaj është kjo, a nuk e një këtë mirësi që kur del në rrugë, ki dikush i thot mirëdita, selam aleikum, çushia e mirë. Ki kush shkosh në një vend dikon që janë gjë. Ki ditë Bajramit kanë me vizitu, ki në Ramazan dikur më shkon iftar. A ndi këtë mirësi që kush ti ka këta njerëz Allah? A ne që ka njerëz i vetmum, han, pin, flan, këtë vet, kanë se ka hiç kërkon hiç. Ty Allah të ka begatu. Të ka familje, të ka fëmijë, të ka të afërm, të ka plot dhe pëneve ja u ka mundësu me pas hala prind të gjallë, hamna mu knaqë, të i boj zmeta, të i këshyre, të mirave, dikut ja ka marrë 2, dikut ja ka marrë 1, dikut ja ka lënë 2, për me gjithat, ne ka bo Allah të mira të vazhdueshme. Dhe kjo është një sektor i mirësive, që duhet të njohim Allah në gjellë në këtë aspekt, që Allah në gjellë ka bo mirë. Bëllë dherën Allah, thuj njërë. Andaj, në këtë tim Allah në gjellë në ka bo mirë, andaj, edhe ai në surën Kaf, i cili është padrejtisht është krenu me begati që Allah e ka jap, apo ka thonë se Allah më ka jap ma tepër se ty fëmijë, më ka jap ma tepër se ty shokë dhe miq. Dhe këto që ka mohu Kurani këtë mburje me këtë, ja ka mohu keq shuzimin e tyre, nga se besimtari i mirë kur ka përmend ka thonë Allah është vërtet se më ka jap më pak se ty fëmijë dhe të afërt. Po ndoshta Allah më jap mira të tjera mua. Andaj edhe kjo është konzruar mirësi që Allah ta ka dhënë, mirë po kur shfrytëzohet drejt. Tash është e kurzuar me trungun. Me trungun e merr kuptimin. Pa trung, këto janë tërësisht në kundërt e njeriu dhe keq përdorur apo. Dhe e katërta, se tham kjo ka 4, e ka përmend ky dietar që thash Kurtubi ka marrë prej tij këtë prezantim të ilustruar të begative është për begative të Allah xhallahu ala dhe për reflektimet të emrit të Muhsin që ndikon tek ne dhe përmirëson gjendjen tonë është, do thotë atij që Zoti xhallahu ala i ka dhënë grua të mirë ose asaj që ka dhënë burr të mirë. Dhe kjo është begati e madhe Allahut azza xhall, që thash ndoshta jo gjithmonë e falojmë Allahun xhallahu ala për këtë mirësi apo. Dhe veçanërisht, domethënë gjinia femërore, gratë janë më të dobta në këtë drejtim. Jo për shkak se tash ne po bëjmë klasifikim gjinor këtu, por për shkak se kështu pejgamberi sa më i ka cilësuar, nuk e dim. Prandaj në hadithin e Muslim, kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam në ditë Bajramit i kanë nxit gratë me dhon sadaka sa më tepër, që më tepër të bëjmë pengesë mes tyre dhe zjarrit, ka thonë inni ra'aytukum akthar ahli an-nar, unë ju kam parë juve që jeni më tepër banor xhenemit apo. Ma tepër banor xhenemit. Për çfarë arsye? Një pyetje ka thonë tekfurni bil ashir. Gratë do të thotë më tepër e mohojnë mirësinë dhe begatin. Pa të ketë frikë gruaja, të frikë Allahu xhallahu ala që për një ndoshta mangësi ose për një kërkesë të burrit ose për çka do qoftë, apo mos të rënon tër mirësinë, mos të rëzon tër atë që Allahu xhallahu ala ja ka dhënë, për shkak se kjo shkelje ka bërë që plot pigroj me kon xhenem Allahu na ruta. Ato janë xhenem është për shumë punë të mëdha. Sikurse pejgamberi ka kalu para atij varri dhe ka thonë këta dy s'kan bën kështu që kanë më këta në xhenem. Po mos më kanë vrarë 200.000 njerëz apo. E për çka? Njëri kur ka urinu surujt. Çaj për sa në xhenem. Mos këta për na këta janë për çka
huma yu'adhabani fil al-kabira. Këta nuk dënon për çka të madhe. Se kur ka von këta në xhenem, kur ka vendosur pejgamberi sa të fidonin dhe ka von përditje sa është ky njum, Allahu a lehtëson dënimet e ku janë. Në xhenem janë këta. Tash para më thonë sa ky njëri në xhenem. Çfarë pas kanë bëu këta Allah këta ka një këta janë për çka të madhe në xhenem. Po ball. Ndonjë njëri mund të shkojë në xhenem Allahu nga një pakujdesi i vogël. Dhe pakujdesia më e madhe që mund njëri më bë. Pas pakujdesisë së adhurimit, kjo është e para. Po në raport me njerëz, pakujdesia e gruas ndaj mirësive të burrit apo. Andaj të ketë kujdes, të ketë frikë Allahun xhallahu ala, qase kjo është çështje që kështu shariati e ka nda. Nuk kemi na ashtu cenu detet e askujt, as tu fol kundër kërkujt e kështu me radhë. Po na duhet me kon ata që i bindemi shariatit, dhe i porulemi shariatit. Nëse shariati ka thënë kështu, kjo është kështu është. Sa cenimi i deteve të askujt, as nuk i bëhet padrejti askujt. Por i ka thonë grave, i ka thonë, ju jeni më tepër në xhenem. Pse? Tekfurun bil ashir. Të kthyer në la'n e para, ka thonë jo shumë bëni lanet. Gruaja më shpejt e fëmijëve dikujt çrot, apo ke pa dha Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kur kanë ardhur jehudit i ka thonë pejgamberi sa assalamu alejk, apo vdeka qoftë me ty, ka thonë me juve o vllazën derrave të majmunave. Pish pi atje s'ka bë sabër. Apo i ka mallku jehudit, ka thonë ka dal, ma dakhala rifku fi shay'in illa zana. Butësia ku do të jetë zbukuron. Nëse nuk largohet butësia për asnjë sa që nuk e shëmton ka dal. Kur dikush thotë ç'është thuju aleikum, marr fund puna. Ka vlojnë më shpejt. Shikoj Aisha me gjithë maturinë që ka pas, por pi aty në shtëpi s'ka bë sabër, i ka mallku jehudit në rrugë. Kur kanë iqë, ata çfarë shpreh ka thënë pejgamberi. A ne kur e din tmetet e saj që i ka kështu, tmeta që Allah i ka krijuar me to. Apo dhe këto e bën interesant run. Por spaku duhet ta dinë se nëse nga kjo derë mundem që me bën ndonjë zarar, ruhet më tepër. Ruhet më tepër. Andaj duhet dy gjëra me rrugjuhën. Patjetër. Por gruaja duhet më rrit më tepër, nga se kështu shariati ka përshuar se ajo më shpejt mund të nxjerr fjalë që është mallkim. Dhe ky mallkim i pa kontrolluar, i pa vend, mund me qenë në xhenem, që në komunë thjesht. Nga se grave të ashabëve i ka thonë, më shumë të ju i kompon xhenem apo. Për çfarë arsye? S'ka thonë pse bëni zinë shumë e pini rakia, si ka përmend asnjë këtyne, se kjo është e dijshme. Mirë, po për gjërave që nuk i kushtojnë një vëmendje është të kthyer në lan. Për gjithçka. Mallkon burrin, mallkon fëmijët, mallkon atë, kur sa kon poharin, kur padyshim se gjuhat më koni kujdesshëm. Pastaj tekfurun bil ashir, më han të mirën e burrit saj. Sikur që kanë ardhur hadithën e Ummi Zarrit, hadithin Buhari, kanë 19 gram vizitë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, gratë ashabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kanë filluar me tregu për ruajtjen e tyre me burrat e tyre apo. Shumica e tyre kanë fol keq për burrat e vet apo. Epsa burrat i kanë pas ashab. Epse ata nuk ka mundësi me pas burr pa tmeta. Nuk ka mundësi me pas njëri pa tmeta, por duhet me ditë me menaxhu me tmetet e burrit apo. Duke shikuar fillimisht aspektet pozitive. Nëse dikon për shembull s'ka qenë si duhet, shikoj balancë me ato që e ka që duhet. Nëse e ka ato që duhet kryesorën, këto tjerat janë relative, ka përcen. Shikoni për shembull Esma bint Abu Bakr. Gruaja ku në Esmaja? Gruaja Zubair ibn Awamit. Zubair ibn Awam ku njëri përzum me xhenet dunja të koni, ka thënë Zubair fil xhenna. Zubair në xhenet është. Andaj ka pas vlerat mëja Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Mi po ndaj gruas ka qenë pak i rrept. Për sa të përshëndet me boz Zubair dikujt pigrave, 100 herë ish dash më lshu aftë. Por Esma kur s'ka lip talak me burrat vet atë. Esma radhiyallahu anha ka qenë çik, domthon në shtëpinë e Abu Bekrit. Shtëpi pasanikash atë kanë pas hizmeçar kanë pas ata. Esma s'ka pas lazëm shtëpi vet me lanë te baba i vet. Do një mritën në pallat, mrit kur atin çika ku jam unë. Por te Zubairi ka bajt pej orrave ndeve, ka qit domthon patate çka kanë marr pej orrave, pastaj edhe ato që i han devja ose han delet ka bajt. Sa një ditë pejgamberi më ka pa ju ka dhim Esmën në kom, apo duke të rjek devën me barë, nga një ka pas barë vetë në shpinë ka bajt, Esma radhiyallahu anha. Ka thonë, mos me qenë xhelozia e Zubairit e kisha hyp në deve Esmën atë. Si ju ka dhimt, pejgamberi sa nga bara e madhe që ka bajt. Megjithatë kjo s'ka bëu kur Esma me kërku te pejgamberi çka po bën Zubairi. Qase ky është në xhenet, te ky e kam xhenetin, kjo dunia ka përsen apo. Në gjithë ta ka garantuar xhenetin, edhe ta mundson me kon mirë ç'është duhet. Punët e tjera sa i nuk bën bozullum, nuk kanë më ngarku, po dua të them do të më ditë me mat. Kjo për shembull punë ti ka komplet në rregull me namaz, me këtë garantuar, madje fenë ka garantuar, këtë xhenetin mund me vetu pikë këtu.
për një punë të vogël apo thot ma ke nxjetër, ma ke bokë, subhanallahu, kjo nuk është cilësi e gruas besimtare. Nuk flet shumë muslimani apo. Andaj kjo nuk është mirësi. Dhe nuk është njohje mirësisë në këtë mënyrë që të sillemi apo. Edhe edhe burri ta kupton se nëse Allah e ka nderuar me një grua të ndershme, që haruan nderin, ja edukon fëmijët, ja ruan fytyrën. Kjo është begatia më e madhe pas besimit në Allah xhallahu ala që Allah e ka dhënë atë. Para çfarë jetë do të ishte apo Zoti na rrit me sprovu Allah xhallahu ala në 1% ngruan tënde çfarë ndëgjojmë pe grave që ka atë. Për rebelimit, mos nështrimit, mos pajtimit, mos shërbimit, mos flasim pastaj përzirje se kontaktet e kështu me radhë. Ka kursy Allah për gjitha këtyre, ta ka mundësu me grujt devotshme që falë 5 vakte, ruan derën e vetë, dëgjan. Kjo është pasuria më e madhe kësaj bote. Andaj, a janë vëllezër të vetëdijshëm për të begati, për të mirësi? Apo më herë për diçka sen thjesht me njëri shkënsuin dikun tjetër, ose Allah na ruajt, apo me shiku edhe me shetit syrin haram, duke u joshën me bukuritë e jashtme, nga se nështë një bukuritë tillë që afron ngrëve të shtëpia kështu më radh. Ne këto janë gjitha senet ulta që e rrezikojnë humbin e mirësisë dhe begatisë apo. E rrezikojnë humbin e mirësisë dhe begatisë që Allah ta ka dhënë apo. Andaj, nëse Allah ta ka jap një grua devotshme, një grua që ndihmon për tek Allahu xhallahu ala, një grua që nuk ngarkon me kërkesa të shumta të dunjallokut, me të në haram me shku. Mjaftohet me ato që Allahu xhallahu ala ja ka caktuar për rrezikut. Mjaftohet me ato që Allahu xhallahu ala ja ka dhënë për furnizimit. Kjo është begatia më e madhe. Vallahi duhet me harruaj që sytë e ballit. Ka se nuk është thjesht me gjetë sa dikën që të bën rahat, sikur të ka bërë rahat ty gruaja jote apo. Andaj fat keq shumë vëllezëve vrej që nuk e njohin këtë mirësi, nuk kanë mirën te Allahu xhallahu për këtë begati që Allah ka. Kupton si ti ka ardhur të rrugës si ka ardhur. Rastisht u i shpë dhe kush do që më kon çështë i shkon. S'ka provu Allahu xhallahu nuk e din ç'është ato. Plotët nuk janë provu me konflikte serioze në familje. Çka din më ndodh, sa din më prish jeta në total. Për shkak të një shpërthim konfliktesh që mund ndodh në jetën bashkëtorë ato. Në çfarë thotë kjo? Pas pajtimet janë normale ndodhen, apo Aisha është dhun pejgamberin sa selam ka herë ato. Apo mirë po ka thonë la ahjuru illa ismak, ka unë nuk gruaja kur i ndodh ka unë i dhon vetëm emrin tënd, sa përmani. Kush e bashkëm? Këtë ditë kryq ç'është duhet. Apo emrin s'un ta përmendet më ka për selam. Andrej ku më se përmend. Pse ka unë kur ti dhona stam me Rabbi Muhammed. Stam para Zotit Muhammedit, pa para Zotit Ibrahimit alayhis salam. Ja njëjtë është. Apo pas pauga inni la ahjuru illa ismak. Unë veç nëse refuzoj diç pejteja ja Rasulullah, veç emrin të refuzoj. Jo nga një gruaja për shkak të dhënimit të refuzon, keq ka ka, bojkot total. S'ka drejt. Kjo është haram ndaluar, është ndaluar. Nuk ka drejt. Jam ka dhënuar tash, po të ka dhënuar këtu, kjo nuk i anulon obligimet absolutisht. Nuk bin obligimet e gruas ndaj burrit për shkak të një mospajtimi, absolutisht obligimet jesin. Larg asaj. Ai obligim është obligim jetaj. As obligimet e burrit në gruas nuk bin për shkak se valla një punë se ka kryqësh duhet s'm ka dhënë tash unë keq ka. S'ban obligim është obligim. Ne dua të them që duhet me kont kujdes me këtë nga çdo bereqeti. Vallahi familja e besimtarit është kështjella e tij e vetme ku sot mund gjën strehim. Ku mund të mëni rahat? Ku mund të mëni komat, më tepër se në shtëpinë tonë aftë. Se në mesin e gjirit tonë familjar aftë. Edhe në mesin e në vëllau musliman që me hala pa u përli me gibete, me shpifje, me punë tjera aftë. Në gjojsh dikon, kape me dy dure me kom lidhë për ta aftë. Nga se shtojmë begat e dunjas, që kjo me të për dunjas, familja e qetë e sigurt, edhe një vëllau musliman që mush me të rahat aftë. Që kjo me të për dunjas, dhe çka sumet, çka kanë këtë dunjas të tërtharit? Që kjo është aftë. Një familje që ta ndihman arrin tek Allah xhallahu ala dhe një shok që trun për gjinoha apo. Që ta janë met. Prandaj se njëri e gjon një grua tillë ose një grua e gjon një burr tillë, le të falënderoj Allahun natë ditë. Alhamdulillah. Nga se falënderimi Allahu thot: "Wa la in shakartum la yazidannakum." Nëse falënderoj për këtë mirësi, apo ja ushton Allahu, ja bën burrën më të mirë. Apo po falënderoja. Ama nëse e mohan këtë pak mirë që e ka, për do të meta që i ka, edhe ato të mira që i ka shkojnë tu zbe, se ti ka falënderuar Allahun sa duhet. Edhe kundërta edhe për burrin. Edhe burri duhet që Allahun ta fal natë e ditë, vallahi nëse ka grua nga ato që i fal namazet, është mbuluar, e respekton, ja ruan derën e vet. Kënaqet me atë që Allah ka furnizuar, nuk e han kryet për ditë, e kur e blim këtu, e kur shkojmë këtu, a din që sa si na dal kërkon, si na shkon kërkon, s'kan hangor kërkon kështu me radh, ka se kjo është ngarkesë për burrin. A një grua që pajtohet, kënaqet me caktimin Allah xhela xhelalu, edhe pse këtë pajtim nuk do të më keq përdor burri, apo me kona i vet ai i cili
Ne mendoj se dy palë të më qenë ata të cilët i japin njëri tjetrit atë që tjetri ka nevojë atë. Nga sa Allah xhallahu ala në kërkesën nuk ka bëhet njëjtë burrin e gruan. Dallojnë këtu. Burri e gruaja dallojnë kërkesa. Andaj burri mund të ja përmbush kërkesat e gruas si për atë që e din se natyra sa i kërkon. Edhe pse natyra i kërkon. Edhe gruaja mundohet me përmbush kërkesat e burrit për atë sa i kërkon natyra e burrit, edhe pse natyra e gruas nuk i kërkon. A njohja këtyre natyrave është ajo që garanton një jetë të lumtur bashkëtorë apo. A ne kujt Allah i ka hapë kësaj, dhe besoj çdo kujt i ka hapë diçka kësaj, kërkon se ka privu. Po na privu me të pit mirave vallahi s'po. Na i mojm begatit Allah azza xal. Të falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu. Falënderojmë Allahun xhalla wala. Andaj begatia familjes begatia më e madhe mas Islamit që Allah na ka dhënë. Sa na ndodh në raste vallahi ka motra muslimane vëllezër rua. I them edhe motra muslimane, sa ka motra muslimane që çajnë natë e ditë, pse nuk mundën me vendos shamin kokë aty për shkak të dhumit burrit apo. Nësa edhe ka burrin e një me aqit shamin s'do më qit subhanallahu. Po kjo rahmet i Allahut për ty ta ka thënë burrin që po të lut me aqit shamin. Ose po të lut me fal a ke fal namazin. S'ka burr më mirë se që kujdes për namazin tonë. S'ka më mirë. Nga sa që kujdes për bukë, të bën ditë për ditë bukë të gatshme, e të bën hedije, e se ka e ke fal namazin me ky burr zyn. Ky të ka ngi me dunja, ky ta ka rrit barkun e ta ka zvolu zemrën. E kjo s'duhet, du me ta rrit zemrën. A në qoftë se kujdes për namazin tënë, për Kur'anin tënë, për mësimin tënë të fesë, që kjo është burri më i mirë që ka mujtë Allah me ta dhënë. Ka mujtë ti me fitu, se Allah ka mujtë me ta më të mirë, po ka mujtë ti me fitu dhe me marrë atë. Prandaj kjo është ajo plotësuese, padyshim, ose edhe gruaja e faraonit s'ka ka pas këtë begati, mirë po kjo s'do se e ka prish tungun atë. Tungun ka mbet stabil. Gruaja e faraonit ka pas njëri më të poshtër në botë, por poshtërsia e burrit saj a ka ndikuar në devotshmërinë e gruas? Absolutisht. Aja ka dek dhe Allah xhallahu ala ka thirr këtë musliman dhe muslimanët me marr shembull këtë gruan apo. Kjo është shembull, dhe është gruaja pe 4 gratë të përzgjedhura. Pe Ademit alsom deni mul qiyama. 4 gratë më të përzgjedhura në të është Asia. Dhe burri nuk është pengesë kryesore. Po, me kohën është elhamdulillah, ruja, por çu sa duhet ti zban me cenu fen tonë. Edhe burri gjithashtu do të thotë në veçantë, nëse gruaja mund të mojë të fen pa burrin, burri edhe më përpara është dashur me mojë të fen pa gruan e tij, por kjo është rrethon të jashtëzakonshme. Domosdoshme është ato. Po nëse Allah ka bërë që dy të jenë të pajtimin këtë drejtim dhe dy ta kenë synim xhenetin, wallahi kjo është mirësia e Allah xhallahu ala që nuk ki gjuhë, as ki fjalor që mund Allahun me e falendëruar për këtë mirësi që Allah ta ka dhënë ato. Për këtë mirësi që Allah ta ka dhënë ato. Pra shikoj Umm Salama radhiyallahu ta'ala anha. Ajo në Islam me burrin e saj s'ka pas shumë përvojë të mëdha atë. E kanë pranuar Islamin në Mekë duke qenë dhe ka ardhur për hijrat. Kur kanë nis Umm Salama me Abu Salama dhe në dorë kanë pas Salaman, djalin e tyre me bu hijrat, ka ardhur dy familjet. Kanë po bën hijrat, po këtë djalë s'e merren me vetë apo. Familja e Umm Salama ka thonë ku pëlqen këtë gruti. Na ta kanë hap këtë grup për Mekë, ta kanë hap ty më shumë për dunja këto. Ja, do më nat Mekë e mon grun. S'do më nat Mekë, ti shko ku dush gruaja këto apo. Por Abu Salama ka bu hijrat, Umm Salama ka bërë kufër dhe shirk në Mekë. Pastaj dy familjet kanë thonë, ky djalë mos se ka babën, ky është joni. Ka thonë familja e Abu Salamas. Ka thonë familja e Umm Salamas e ka nonën, i ta ka nonës, duhet të rrik, ja kanë nxirr krahun pi venit Salamas. Deri ty na po. Shkosh pas prova. Ka pas prova, ka pas të lashe. Pastaj çfarë ka ndodhur? Derisa ka thonë Allah leje mas nimet, alhamdulillah ka mundsu, mo bashkëngjit me burrin e saj. Po s'ka nejt shumë. Burri i saj ka vdek. Abu Salama. Çfarë kujtimesh ka Umm Salama me Abu Salama për dunjas për vetë se hijretit, sakrificë për këtë dinë. Çka e ka marrë? Edhe kur ka vdek ka thonë nuk di. Unë po e them atë duan që na ka mësuar pejgamberi më thonë që Allah më zot po nuk di kush më mirë se Abu Salama. Pse nuk di ku? Bashkë kanë bëj hijretin, bashkë janë torturuar për këtë dinë, don kujtimet më të mirë me bunën se ka pas ndin, çka kanë kaluar mirë në fe, jo çka kanë kaluar mirë në dunjë. Sigurisht sot na i njëm, valla kujtimet e mira me burrin përpara dilshëm, blejshëm, shkojshëm, falshëm, keshëm, kështu më radh. Hani këto kujtime të mira, po ku janë kujtimet e namazit, ku janë kujtimet e agjërimit bashkë, Kuranit e dhikrit? Këto kujtime janë interesante për dikon. Në që ka bo të shtrejt Abu Salaman për Umm Salaman e ka bo dini ti, feja ti. Aja që i ka ndihmuar asaj me lut fen Allah të zgjel. Po aja ka thonë këtë lutje, që Allah t'jap një më të mirë.
në qoftë se paramendoni veç, Seleme në qoftë se është ndi e vetmuar, në qoftë se është ndi e sprovuar me humbin e Abu Selemes për shkak të dunjas, dhe e thot, o Zot, ma zëmësot me matë mirë, e matë i ka të dunjaja, kush i kishtë rahise me kumburi saj? Gjithë kush për eqë pejgamberit e sëmë, gjithë kush do kush, veç pejgamberit sëmë ju apëtën, a i në të kuptu? Andaj kur ka unë Seleme, inna lillah, wa inna ilehi rajiun, me vdekën e burit saj, Ebu Selemes, ta Allahu timi, të ka këna më këthy, Allahu me e gjirë një fi musibeti, o Allah, më shpërbla për këtë fatkeci, dhe ma zëvënëson me matë mirë. Kur ka me matë mirë, kuj ka pas metë kjo gru? Na nuk e dim ku ka pas metë, asë njetën. Por përgjigje e do asë ne me kuptu ku ka pas altën. Kënja ka që Allah Gjallahu Selemes? Muhammedin s.a.s. Andaj shiko kujtimet e Selemes dhe keqarja se ka qenë për din, s'ka më për kraj që marun fen, s'ka më dikën një qash që bashkë me mu falet, e mëzit, e mshilan, që tu ka qenë keqarja Selemes. Përndaj kër e ka kërku që Allah t'jap me matë mirë, ja ka jap një me dëvërtet që i pa konkurencës, pejgamberin s.a.s. Andaj gruaja duhet t'i ketë kujtimet e mira dhe ta vlerëson jetën bashkëtorë në përmirësimin e dinit para dunjas, edhe burri gjithashtu. Edhe kjo mirësi e Allah xhallahu ala që duhet Allah ta falon për këtë çështje. Andaj këto janë ato që njëri kur i çet përpara, kjo është druri i mirësive të Allah xhallahu ala ndaj robëve të tij. Edhe pse ky pastaj ka degë të shumta, e ka fryte të vazhdueshme, gjithë janë omël e han mirë, e ka shumë të tjera rëndësia e këtij druni në jetën tonë është shumë. Këto janë pjesë që mbetet njëri gjatë të jetës së tij me ish tjellu dhe me ikë apo. Mirë po, spaku thash le të jetë një nismë në këtë dhulhigje, në këtë fillim të dhulhigjes, ta vendosim përpara vëllezër dhe motra dhe të shikojmë rënjet, e të shikojmë trungun, e të shikojmë degët e mirësive të Allah xhallahu ala dhe në gjithë këtë dru ta lexojmë emrin El Muhsin, duke filluar nga rënd e deri në majët e gjithëve ta shohim El Muhsin. Krejt është veç që të ka bo mirë. Në asë një segment, në asë një pjesë, në asë një milimetr të këti druni, kurkun s'të ka pas bërsh me tjep që këtë kap. Krejt i kap, vep se dhe me të bo mirë. Shëka so fuqi jep, ky emër dhe kjo njohje, besimtarit në raport me falëndrimin dhe mirënjohjen ndaj Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe kjo na duhet gjithmonë e veçantë në këto ditë. E dyta që duhet ta përmend të ndëruar është se bamirësia e besimtarit sikur se kam në kuptimin gjuhësor, por në kuptimin shëndetik është bamirësia ndonë në dy deg. Bamirësi që ka të bëj me veprat e tij, me i bën mirë punëve. Qysh i bëna mirë veprat mira duke ngrit cilëtetin. Dhe me i bën mirë krijesave, me i bën mirë njerëzve. Dhe këto të dyja gjëra na duhen gjithmonë. E veçanërisht në dhëditën e parë të dhulhigjes. Na duhet cilëtet. Po, ne kena fal namazin 5 vakti kena fal edhe para se me hidhur dhulhigja. Dhe me lejen e Allahut kena mi fal edhe kur kalon dhulhigja. E çka do 5 vakti dhulhigje? Cilëteti, cilësia, le të jetë më e lartë. Pak po le të jetë më e lartë. Dhe kjo cilësi dhe kvalitet në kupton disa pika. Apo e para aspektin kohor. Ti je më të përpikt në kohën namazit që kemi qenë përpara. Aspektin vendor. Ti je më të përpikt në vendin që kryjm namazin që kemi qenë përpara, që është xhamia. Apo në aspektin e mënyrës. Ta falim namazin në mënyrë më të qetë. Ta falim në namaz në mënyrë më të bukur se që mi fal përpara. Më ngadal. Kjo mënyra në aspektin e përkushtimit. Ti je më të përkushtuar me namaz. Ti je nga ata që e ndin namaz më tepër në këtë 10 ditë dhe aspekti i pestë, veç për namazin që po flas, është aspekti i ndikimit. Gjithmonë namazi më ndikon na, po kësaj rol ndikon pak më tepër se herëve tjera për mirësimin e gjendjes tonë, gjuhës tonë, syve tonë, veshëve tonë kështu më radhë. Në këto 5 aspekte janë ato që kanë të bëjnë me përmirësimin e veç namazit, bamirësisë ndaj namazit. E cila rrihet me atë që ka definuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, en ta'budallaha ka'annaka tarah, Allahun ta adorosh sikur ta shohësh, fa in lam takun tarah, qasdan që ti nuk e sheh Allahun, Allahu xhallahu ala është që të sheh ty. Dhe kështu ta përmirësojmë çdo ibadet të ndëruar. Dhikrën e akşamit e kemi bërë dhe shpresojmë ta bëjmë edhe më tutje derisa të marrë Allahu shpirtin. Mirë po, hajde në dhulhigje ta bëjmë pak më mirë, me më përkushtim. Ti kena më shumë aty. Ta kujtojmë dhikrën e caktuar që e bëjmë, çfarë po themi, çfarë Allahut po i kërkojmë, shpërblimin e këtij dhikri që ka thënë pejgamberi sa, apo
Sa të ka mundësi ma tepër në këtë ditë ta them rutinën që na ka plan kohë pas kohe, atë mekanizmin, atë mekanikën dua të them që na përfshin në mekanike që i krym kanjëra dhikrin. Hajde tash të pak më mirë. Dhikri mas namazit. Timi pak më të përkushtuar, trim pak më tepër tek vendi që falemi. Mos shohim më një herë apo. Timi pak më ngadal subhanallah, pak më ngadal alhamdulillah, pak më ngadal Allahu akbar. Kur ta këndojmë ayatul kursin, të këndojmë një përkushtim pak më të madh. Këtë kjo për ihsanit, për bamirësisë se njeriu ndaj punëve tina që duhet ta përmirëson këtë kvalitet. Dhe ajo që përmirëson cilëtetin e ndëruar e veprave është padyshim e ndërtuar në shumë shtylla. Për fjalë një ose dy. E para është ta kujtosh kujt pja kushton këtë vepra. Ti po thuaj subhanallah, apo çka i bën kjo subhanallah? Je duke e lavdru dhe madhru kan Allahun azza wa jalla. Atë që më subhanallah, nuk je tu përmend emrin thjesht, nuk je duke pastruar gjithkën, nuk je duke madhruar çdokën, je duke të posaçëm të veçantë për ty dhe për jetën tonë. Andaj le të ketë një trajtim të posaçëm, një ndjenjë të posaçme. Fjala alhamdulillah, Allahu akbar. Ekse më radh. Prandaj ihsani për ball veprave, të përmirësojmë veprat tona, të përmirësojmë edhe në aspektin e shtimit, por të përmirësojmë edhe në aspektin e cilësisë edhe të kualitetit. Dhe pjesa e fundit bamirësia ndaj njerëzve dhe krijesave. Që bëjmë njerëz të mirë me atë që kemi mundësi, me atë që Allahu xhallahu ala na ka dhënë për mundësive. Dhe Ibn Qayyim rahimullah kur flet për 10 shkaqet që i sjellin besimtarit rahati shpirtërore, inshirahu sadr, apo që njeriu të ketë gjokshapur të rahat, jo të ngushtohet gjoksi, po të jetë të ndihet, domthon komat rahat i lumtur. Për shkaqeve kryesore të tjera, më thot el ihsanu ila al khalq. Me bën mirë njerëzve apo. Ai që bën mirë njerëzve subhanallahu gjithmonë njihet mirë. Sikur sa që njihet keq. Prandaj sikur se ka thënë Hasan al-Basri rahimullah se njeriu i cili është ziliqar apo njeriu i cili ka moral jo të mirë, sillet keq me të tjerët, nuk i bën dëm askujt më shumë se vetes vet. Mas shumë, po i bën diku duke shqetësuar, diku duke ofenduar, por realisht me shikuar mas shumë i bën dëm vetes sij, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Në bamirësia ndaj njerëzve, e cila është padyshim e shtrirë në shumë dimensione. Shikoni vetëm këtë hadith të ndëruar që e vërteton atë që ka thënë Ibn Qayyim rahimullah dhe atë që na duhet neve të ndihemi më të disponuar, të ndihemi më të qetë, të ndihemi më rahat, të lirohemi nga ngarkesë të shumta të kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur që dini, nganjëherë ka sill shembuj për me kuptuar më drejt na atë që don i dërguari sallallahu alajhi wasallam ta tregon neve. E paramendoni për shembull ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë qenë shembull në sakrificë dhe në dhënje, edhe këtu nuk ka sill shembull sa mirë më dhon. Se ka ndonjëri edhe më shumë të njëjtë me këtë. E çfarë më për neve apo sa ajeta ti duhet të aktivizu apo me lëviz në të mirë me bodi këna. Andaj sikur se ka në hadithin e Buhariut dhe Muslimit ku i dërguari sa sa sjell shembull atij që jep edhe atij që nuk jep. Thot pejgamberi ai njeriu i cili jep shembull atij që jep dhe shembull atij që nuk jep është sikur se shembull i njeriu i cili ka të veshur një parzmore apo e cila është e ngushtuar, domthonë si me e lidh atë njeri me atë parzmore. Ato që e vendos luftari ku lufton, por ai ka hallkat e zinxhirit që e lidhin. Thot sa njeriu të vendos me dhon diç, jap diçka fisbillah, një halka largohet. Dhe zgjonohet pak ai, se e ka ngushtuar shumë. Sa të jap, jeket një, sa të jap, jek një, thot derisa të bjen zinxhiri dhe ndihet i lirë. Thot ndërsa kopraci sa do më dhon, shtrënguan hallkat edhe më tepër. Vetëm i shku mendja me dhon ai edhe më shumë jetë keq apo. Andaj kjo është shembull i që jap dhe shembull që nuk jap. Andaj ndash Allahu xhallahu ala me të çliru udhët, me të çel udhë të harit, dash Allahu xhallahu ala me të cill disponim, dash Allahu me të cill rahati, dash Allahu me të shëru ty u familjen tonë, në më të tjerë ato. Në më muslimanëve. Me çka do të kemi mundësi minimum. Nuk është kjo e kufizuar në aspektin material, edhe pse ndihma është konform nevojës. Dikush ka as kanë për parë, ka nevojë për këshill, ka nevojë për sabër, ka nevojë për dikën që ka durim me ngu, ti rrëfet. Kjo ndihmë.
Dikush ka nevojë nganjëherë për dikën që i harron sekretin, dikush ka nevojë për dikën që harron emanetin, dikush ka nevojë për dikën që e këshillon. Andaj vartë çka ka nevojë muslimani gjendjon shërbim të tij apo. Nga se me këtë, vallahi si ke bu mirë atij, sa i ke bu mirë vetes tonë apo. Qase kjo marrëveshje me Allahun azza wajal, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allahu vazhdimisht e përkrah dhe i ndihmon një robi përderisa ai robi ndihmon vllahut vet. Andaj sa deri më është i këtij vjen kështu. Kjo është çelet pesnal të sa të çelet pes poshtë. Ti më shel poshtë, më shelet nalt. Tash ti zgjidhe. Andaj vjen mbi ty apo. Sikur që e kemi të njohur nga raste shumë të selefit, që kur kanë ndihmuar dikush u ka thonë Allahu të shpërbleft, ka thonë ty Allahu të shpërbleft. Apo ti e dera jam me xhenet që Allahu të ka qel për mua apo. Se ka mujt Allahu të më çudi dikun tjetër. Apo ka mujt me të më çudi dikun tjetër. Ka mujt Allahu xhallahu ala dikun tjetër me ta bëu ty që të mësane, të kallzane, ka mujt. Po e ka begatu dikun tjetër me ta mësu, e me të ndihmu, e me të këshillu ose me të rujt nga kërkimi, me të rujt nga nënçmimi, portrimi njerëzve kështu me radhë. Prandaj ndërrohet gjithmonë duhet të jemi kështu, por veçanërisht më në këtë 10 ditë apo që çdo ditë të kemi hisën gjitha punët e mira ato. Sa të kemi mundësi apo. Prandaj mos të kalon ditë e që nuk jep sadaka. Sadakaja thash fillon pej buzëqeshës apo e deri tek pa kufi. Se skala kur se ka qit kapoku sadakas, që ky ka hap më shumë, po Ebu Bekri ka qit në far lloj limiti apo krejt e ka dhënë atë. Halos kjo problem, po kjo është tetë çka. Po flas kuptim të sasisë, fillon me buzëqeshë, kur s'ka kurrë hiç, spakull ti buzëqesh musliman Allahun. Spakull ti disponon musliman. Kjo është minimumi i sadakas ditore apo. E pastaj fillon me u përshkallzu deri në shkollat që sikur xheneti për neve s'ka kufi, apo që ashtu sadakaja që e kërkojmë për mes xhenet nuk duhet të jetë kufi apo. Bëmirësia ndaj njerëzve të ndëruar nganjëherë nuk është vetëm e kufizuar sikur që e ceka në dhënje, por nganjëherë bëmirësia din të jetë edhe në të ruajturit e tjerëve nga shqetësimi jonë apo. Edhe kjo është sadaka. Edhe kjo është mirësi. Edhe kjo është punë e mirë. Që në qoftë se s'kena mundësi me ndihmu dikujt sot, s'paku mos e rëndojmë. Në qoftë se nuk kena mundësi sikur që e kemi pranuar vazhdimisht atë thënie dietarëve, nuk kemi mundësi me i bashku musliman mos i përçoj Allah. Nuk kemi mundësi me një smuti, mos ashtu smuni edhe më tepër. Nuk kemi mundësi me një fukara, mos ashtu fukara edhe më tepër. Nuk e nënçmu duke për buzë kështu më radh. Nuk kemi mundësi një musliman me ndihmu me la borxhet, s'paku mos ashtu borxhet Allah. E kështu më radh, andaj mundohu që ti sikur se i ka thënë pejgamberi sa me Abu Dharrit kur e ka pyetur ja Rasulullah, nëse nuk moj asgjë nga këto punë të mira me bëj që po duhet. S'moj, që s'mbohet asnjëra. Ka thënë ku fesharra kanë nas. S'paku nalja vetë sherrën pe njerëzve atë. Mos të kalon sherrë pe të tjerë. Sa të ke mundsi me gjuhën tënde, me syrin tënd, me dorën tënde, me çka të ke mundsi, mundohu që të tjerët mos të bezdisen, mos të nevriten, mos të shqetësohen me fjalë dhe me veprimet e tuaja para sa ke mundësi. Andaj mirësit e Allahu xhallahu ala mbi robën e të shumta. Prandaj ai rob i cili don me përfituar nga mirësia e Allahu xhallahu ala më tepër, le të përmirëson ai vet veprën e vet, e cila është raporti i tij vetëm me Allahun xhallahu xhelaluhu dhe le të bën mirë të tjerëve që Allahu t'i bën mirë atij. Pra sikur se i ka thënë Allahu xhallahu ala në Kur'an, pejgamberi sa thon wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk. Dhe kjo është këshill gjithashtu që ja kanë dhënë dietarët Karunit në surën Qasas, i cili ka qenë krenar, ka qenë mendje madh, nuk ka dhënë nga pasuria e tij, nga se ka inna ma utitu ala ilmin indi, këtë kompletu pse jon kon fort i mëshëm. Pse më dhon diku, pse s'është i mëshëm as jona. Pse eksponencione kështu më radh, nga se ky është mentalitet koproci, ky është mentalitet i mushrikëve të Mekës që ka thonë enut'imu men law yasha'u Allahu at'ama, atjap ma ti që më padosh Allahu jap, Allahu ma bujar, Allahu si ka hapun pidho. Kjo është mentalitet koprac, kjo është mentalitet i njeriu i cili nuk din realisht me kuptu begatinë Allahut mbi të. Nëse Allahu xhallahu ala të ka begatu ty, sprov për ty, e ka bu fukaran atë. E ka sprovu atë për me sprovu ty, por edhe atë e ka sprovu duke sprovu ty atë. Andaj me kon këtë fukara, këtë me kon i gjendje, nuk është ditë kush është fukara. Apo, po Allah i ka ndonë njerëzit li yablu ba'dakum bi ba'd. Me sprovu disa me disa. Apo andaj ka sprovu dietarët me ignorant, po i ka sprovu edhe ignorant me dietarët, se nuk i lën kun vend pa i këshillu, pa i kallzu çka duhet. Apo gjithashtu i ka sprovu dietarët me ignorant, që vëzën gjithçka i shqetësoni i pengon. Kjo sprovu. Andaj edhe i ka sprovu të pasur me të varfër, se nuk ka të ndalur kërkesat e tyre,
Edhe i ka sprovuar të varrëve të pastër apo që ta kontrollojnë dhe menaxhojnë lakminë e tyre dhe pajtimet e caktimit Allahut azza kështu me radhë. Prandaj para se kanë mundësi me ndihmuar një vëlla musliman që ta tejkalon këtë sprov sa më lehtë, aq më lehtë do ta kemi edhe ne në sprovën që ne Allahu xhallahu ala na ka sprovuar. Andaj vëlla nderuar dhe motra nderuar, kërkujt mos i bën mirë për ata. Kërkujt mos i bën mirë për shkak të atij. Kudo që ti bën mirë, bën mirë për shkak vetes tonë apo. Se ty duhet. Wallahi kur nuk përfiton nga mirët e më shumë se ti vet. Kur dikush që ke bën mirë më se ti e ka ratu dikon. E ka ratu është vërtet, po ratia është relative. Apo a ka mundësi që dikujt më dhon 1000 euro sot apo? Ti e ka 1000 euro. Ti do të ratua. Tu do lëra ja vjen dikush. Kur është ti ke buva realisht po. A ratua çaj tjetër, apo të kaç. Andaj ti ke bën mirë më shumë ti vetes tonë. Vetes tonë ke bën mirë me çeta. Kur kujt e trafon? Ke deponu për të Allahu xhallahu ala për atë ditë ku do të lakmosh një cent tek shapast më shumë me dhënë. Sikur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kaluar për disa varreve, edhe ka ashabëve ti, a e dini çka doin që ta mbrana? Nuk di më aso çka dinë çka doin ta mbrana. Ka thonë dëshiron njëri prej tyre që krejt dunjon me dhon. Shiko? Ti je në gjendje ti tash. Ti je në gjendjen e asaj që ai dëshiron. E ai se ka këtë mundësi apo? Ka on do të dëshiron të krejt dunjon me dhon. Krejt, jo këtë çka ka pas. Po ato që s'e ka pas, të kish pas krejt me dhon. Li usalli rak'atayn. 2 rak'ate më shumë i falë me rapën tokë. Për flerën e madhe që i ka veç 2 me pas, bajge e kësha shtyr edhe për para ata. Te kisha pas veç një dhonë pak më tepër, e kësha shtyr pak më shumë. Apo e kësha dalë pak më pikërisë, pak më ndal shakon. Këj çka i kish dhënë. Andaj mos të bëjmë sikur ata që kur të binë atje, thon ja lejteni, sikur. Apo po ti mi këduen nga ata që shfrytëzojnë, e veçanërisht në sezonat ku Allahu xhallahu ala e ngrit këshmim shumë, e ngrit këshmim lart, çdo vepër e mirë. Në këto ditë Allahu e din sa shofishohet atë. Prandaj një sadakon këto ditë, një mirësi këto ditë, një zgjidhje problemi diku këto ditë, një ngushëllim diku këto ditë, një shërbim në familje dikujt, burri gruas, gruaja burrit, fëmijëve, çka do qoftë këto ditë. Allahu e din sa paguash për këtë punë. Andaj bëhu tregtar i zellshëm, kjo është sezona jote. Shfrytëzoj këtë sezon, shfrytëzoj këtë mundësi. Nëse ajo që duhet të përfundosh në ruar fjalë me përgjithësi që kisha pasur me mbajt mend atë gjithë apo. Krahas vlerave të shumta që i ka ky 10 ditësh, e që folën për të dhe nuk mbaron të folet për të. Mendoj se është më rëndësish që ta dimë se këtë që këna pas mundësi me e bo në 10 ditë në fund në Ramazan, e se këna bo. Apo? Dhe ja kemi shprej Allahut keqardhën se po vjen keq që nuk muta me kon ende më aktiv. Apo? Mendoj se e tërë ajo keqardhje shndrohet në punë të mira, nëse e kompenzojmë në 10 Dhul-Hijja. Se e dëshmojmë sinqerisht se na po ndihemi keq për atë që se kemi shëzuar që duhet. Nga se Allahu xhallahu ala robën e mirë e të tij, kur don me pagu mirë, çka bën? Kur Allahu xhallahu do me pagu një rob mirë, çush e pagun? Allahu xhallahu ala thot në Kur'an i shpërblejm bi ahsani ma kanu ya'malun. Në bazë të veprës më të mirë që kanë bërë. Ti keni tërsi veprash, do janë apo më të zbeta, do janë më kualitative, do janë më të mira. Allahu xhallahu ala i thot me lajkeve, këtë mall me 100 vepra, apo cila është më e shtrejta që tu, që kjo kushton 10.000 euro. Krejt në gjeni ka 10.000, po ka një euro që kushton, krejt që reqmin për shkak që sajnë apëta. Apo? Dhe ka mundësi Allahu xhallahu na ngrit çmimin e këtë Ramazanit të këtë që kena bëu ditash për një çmim të ndal që fitojmë Dhul-Hijja. Ani ngritja çmimin punëve tuaja vëllai nderuar. Ngritja çmimin vlerave të shumta që kanë ik. Allahu alem sa kushton 10 ditë si fund tek Allahu që kena bëu apëta. Ka kaluar Allah ndoshta se ka çmimin e lartë. Allahu din sa kushton diçka që kanë bëu, shevali ajo e dhikri. Apo ngritë çmimin e punëve tuaja tash. Në këtë kur hyj shumë çmimi. Është para mëna këtu një sadaka Allah me ta shufishu, Allah alem sa mi fesh atën. Apo? Edhe me thonë, këtë që ka e sadaka që shtu në gjeni, me që ta, me qëtë nivel në gjeni. Këtë që ka e bu dhikër gjatë jetës tonë, apo? E ta është bu një dhikër të jetë kualitativ. Allah me thonë me lakeve, shpërbleni në basë ta, që kjo është ajo qmimi që përpagujnë për këtë dhikër që ka bu. Wallahi s'ka një met me mask. Që kjo është mirësia Allah xhallahu ala, wallahi drejtësia, madje edhe mirësia është e te kaluar në këtë rast Allah. Është e te kaluar në këtë rast.
Kjo veç fjala mirësi dhe bamirësi është sa me kuptu se kjo është bamirësisë është mo. Kjo është për te i bamirësisë. I ki 1.000 sene, ka diçka që kushton 1 euro, diçka 10 cent, edhe thot, ma është trajta cila është, ma është 10.000 euro, krejt bëjnë ka 10.000. Po qysh bëjnë, krejt ka 10.000. Që kjo që ta ka një, atë ka bo mirë, kjo sa veç me bo mirë, kjo është për te me bo mirë. Nuk ka shprehje që mund ta përshkun këtë mirësi të ati që është el muhsin. A ne ndje këtë mirësi, Allah ta ka mësu me 10 dit, kur zësh janë, shkojnë sa ora, 10 dit, që krejt jetën që ka të bëjsh me të pagu mas shtrajtë të mundshëm që ki mundësi me fitu. Pas zëmë janë ngritë çmimin punës tona, a një dë më fala, a një dë me japa, a një dë me angazh, a një të këtë njëta. Ngritë çmimin Allah, ngritë çmimin se ka shansa, ka mundësia. Në çdo rafsh, pe punëve të mira që i cekëm deri më tani, ato që s'kena pas mundësi me i cek. Pra ky është ndikim më i mirë dhe më real dhe më i drejtë. Emri i Allah xhallahu ala el muhsin në jetën e besimtarit. Dhe mendoj se gjatë tërë këtij serimi na u bë qartë pse është përzgjedh për sot el muhsin. Pse çdo emër e lun këtë rol, por shpresoj që inshallah kemi qelluar kur e kemi përzgjedh pikërisht në këtë rast të flasim për el muhsin, nga se njeriu në kuq bamirësi japton. Të mund me fol dënan e të bën gjitha, por mendoj se nga kjo derë është bëgi më interesant me hitë e Allahu xhallahu ala, nga dera e njohjes së mirësisë Allahu xhallahu ala ndaj të japën. Andaj ti kujtojmë këtë mirësi, ta kemi të prezantuar përballë njerëzve të nderuar atë drunin që e vizatuam së bashku. Dhe çdo segment, çdo shtyllë të atij druni që e kemi prezantuar le të jetë me të vërtetë le ta merr hisën e vet të meditimit ton, për kushtimit ton, që të lëviz me lejen Allah xhallahu ala në veten ton, vullnetin ton, fuqinë ton, që në këto 10 ditë jemi aktiv në adhurimin ndaj Allah xhallahu ala. Dhe thash, këto adhurime nuk janë sikurse në Ramazan. Apo Ramazan ka qenë agjerimi, Ramazan ka qenë Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Këto janë kon të kufizuar, edhe pse tjerat janë kon pastaj të hapura. Këto është këtë hapur. Këtë hapur. Apo andaj bën mirë, gjen mirë. Bën mirë në raport me veprat tuaja, përmirësoj punët e tuaja dhe bëni mirë njerëzve sado që të ke mundësi. Allahu xhallahu ala pastaj është ai i cili të bën mirë. Gjithmonë bën mirë, por së rrodh me një mirësi më të posaçme, duke ai vlerësuar veprat e tuaja në nivel të lartë që ti nuk mund ta paramendosh. Allah na mëson që në këto 10 ditë të jemi aktiv, të jemi të përkushtuar ndaj adhurimit të Allah xhallahu ala në fushë të ndryshme, e që ta fitojmë atë që Allah ka thonë fa inna min taqwal qulub, ta fitosh takvallokun e zemrës, apo që zemra ta fiton këtë medaljon. Se ti e ke marrë 10 ditëshin e Allahu pas problem tash zemra do të rrah me të rrahit të devshmërisë të takvallokut. Nga se ti ke marrë 10 ditë, andaj shpërblesh me këtë zemër, e neve nuk na duhet shpërblim më i madh se një zemër që ka frikë Allah xhallahu ala, një zemër që përkushtohet Allah te barekota, një zemër që e don Allah xhallahu ala, ka mendim mirë për të, shpreson të, mbështeten të, si një zemër që është zemër e pastër dhe shëndosh, e me cilën zemër shpresojmë që të shpëtojmë nëse dalim me të para Allah xhallahu. Allah ju shpëlbojë deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.